Председателката на Комитетот за малцинства во Албанија Константина Межани по потекло гркинка ги нарече македонците во Албанија македонско малцинство. Македонското малцинство во Албанија, признато од грците во Албанија. Председателката на Комитетот за малцинства во Албанија Константина Межани по потекло гркинка без никаков проблем македонците во Албанија ги нарече како македонско малцинство. Иако лукава татина стои на незините тврди ставови дека не постои македонско малцинство, сепак грците надвор од границите тврдат дека постои македонци и македонски јазик. Европската комисија во овогодинешниот извештај за напредокот на Република Македонија го избриша македонскиот јазик, но во извештајот за напредокот на Албанија стоеше македонско малцинство. Денjimate mi осудатюрајме криесореш ти сугерои криеминистрит маса për të mirën e minoriteteve. Dhe unë të gjoj jam tërvesh këtu dhe të gjoj të gjitha grupet e interesit, të gjitha shqiptatat, cila është problematika thelbësore e tyre. Nuk kemi problematikë më shumë se të deklarim që tha sot e ja nderuar. Ajo vërtet është parimi i pas, nuk mire me gjërat të tilla, mire me gjërat thelbësore dhe parimore. Do mirem për shumë me si ishte më mirë pjetësori parë, apo pjetësori dytë, jo si basë mendimin tim, po si basë mendimin tuaj. Gjitha këto sugjerime do jetë mirë të na i përcjellni në Komitetin Shtetëror të Minoriteteve, që ne, si që keni bërë, dhe ju falenderoj për të, përveç Omonia, se cila nuk e mori mundimin të dhe fare, por falenderoj gjithë organizatat e tjera, të cilat e dërguan dhe thanë, mendimi joni pjekur politik është që ishte më mirë që të ishin shënuar emra tanë, do me thënë minoriteti grek, minoriteti vlach, ose armën, minoriteti serbo-malazes, minoriteti makedonës e të tjerë. Pra, nuk them sot mendimin tim personal, por mendimin e minoriteteve unë jam e detyruar t'ja përcjell kryeministrin dhe ai të di vetë se si do bëj, ose ju t'ja përcjellni zotit Pollu, dhe zotit Pollu të shikoj që këto janë sugjerimet e minoriteteve dhe që ne të bëjmë një regjistrim sa më të mirë, që shqyqyrë zotit, kjo qeveri na e bëri të mundur për herë të parë të shkruaj kombësim tonë, të shkruaj edhe gjuhën tonë, të shkruaj edhe fen që ne besojmë, duhet patjetër ta mbështesim të gjithë. Në kjo se ka ndonjë gjë që ne nuk na pëlqen, shqyqyrë na u dha rasti, që nuk është versioni plot. Pra jemi këtu tani që këto gjëra që s'na pëlqejnë ose s'na mbushin ose nuk na ashtu ne të sugjerojmë maza të cilat jenë më të mira. Prandaj jemi këtu sot. Dhe nuk mbaroj këtu se debatet nuk do mbarojnë. Anaj këtë shumë të ato që duan të them. Shkruani dhe përcjellini. Dhe qendrën do ta vëmë prapë, nuk do jetë fundit apo jo. Председателка на Комитетот за малцинство во Албанија Константина Межани неколку пати спомна дека во Албанија постои македонско малцинство на дебатата поврзано со пописот во Албанија што треба да се спроведе следната година.